se Armand Frangu dhe Linda Rama diktonin të gjithë tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Geron Meçe, pas pengut, është arratis në thonë në Gjermani, ku ka rrëfye të gjithë historitë mafioze të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit apo Agjencisë Familjes Rama, të cilat nuk kanë të përshkruar. Gerondin organizoi marrjen peng njeriu më i afërt i Edi Ramës. Ergyes Agasi bashkë me një drejtor të policisë Tiranës. E quhen për kompetencë tek Suelçela, e quhen për kompetencë atje, ky kishte arrit të filmoj pengmarrjen e tij, u arratis me njëherë dhe ka marrë azil ose në mbrojtje, thuhet në Gjermani, pasi ka paraqitur videon e pengmarrjes me nga koordinatori i mafjes Ergyes Agasi, këshilltari kryesor i kryeministrit Rama për mafjen. A është Ergyes Agasi, a është Geron Meçe i vetmi personi marrë peng? Jo. Jeni dëshmitar se 3 muaj më parë u muar peng Daniel Shima. Daniel Shima, nxirre pak atë zojnë, është ka histori interesante shumë ai. Ja. Ajo e kishte marrë shofer Danielin. Nga shofer e kishte bërë mbi shofer. Nga mbi shofer e kishte bërë zëvendës drejtor. Takshit. Imagjinoni ju tani. Zëvendës drejtori i Akshit, se këtu ka historira nga më të pa përshkruarat të gjitha llojeve. Zëvendës drejtori i Akshit, një ditë për ditë, thirret nga Lubia Bis dhe i dorëzohet fleta e shkarkimit nga detyra. Kur ditën që kjo u thirr në skap, ku u pyet 7 apo 8 orë sipas mediave, dhe sa doli, shkoj drejt në zyrë dhe i komunikoj i shoferit mbi shoferit dhe zëvendës drejtorit largimin nga detyra. Nuk u mjaftuan me kaq, se pse e tek natyrisht mendja të shkon, përderisa ky akt ndodhi fill sa po doli nga skapi, dikush asaj kishte thënë se spiuni është Danieli. Se ndryshe s'ka si kuptohet. Danieli pra duket se ishte dekonspiruar. Dhe çfarë ndodh Danielit? Jeni të gjithë dëshmitarë. Një ditë, në mes të bulevardit, mes të Tiranës, persona të veshur policë e rrethojnë dhe Danieli
e kupton me njëherë se do ketë fatin e Gerondit. Dhe i hipet, në moment i qonë partnerës mos gaboja, apo nënës vetë nuk pa i mend tani mirë, i qonë mesazhin, po më rëmbejnë, po marrin peng persona me uniform policie. E morin, e fusin makinë, e nisën nga rrugë Elbasanit tek fakulteti i gjuhë letërsi, e futen herë në qytetin studenti, shkuan gjerësi për u kthyen dhe pastaj vazhduan rrugën drejt dhe në podrumet e Suel Çels. Në podrumet e Suel Çels, urdhri ishte ta groposnin, por urdhri ndryshoi sa po u mor vesh se ky ka dërguar mesazh dhe se uniformat policisë po më rëmbejnë. Kështu që e shtruan në dru Danielin, ja thyen kockat dhe e prun gjysmë të vdekur në ora 4 të mëngjesit në shtëpinë e tij. Nga ajo ditë deri sot, Danielin nuk e ka takuar me asnjëri. Është i gjallë apo s'është i gjallë, jeton apo s'jeton, askush nuk e din. Jam përpjek, si të fini dishmitar, të bëj thirrje mediave, të bëj thirrje avokatit popullit, të bëj thirrje shoqërisë civile, që të shkojnë të atakojnë në shtëpi, por thirrjet e mia nuk kanë gjetur asnjë përgjigje nga askush. Për fatin e Danielit edhe sot nuk dihet, është i gjallë apo s'është i gjallë, është jeton apo nuk jeton. Një gjë dihet për Danielin, që ai u shkarkua nga kjo ndrikulla, nga kjo lubia bis, sapo ajo u kthye nga skapi në zyrën e saj. Pra, këto zhvillime. Tani, Ergjys Agasi, unë që s'kam asnjë lloj them informacionit veçantë përveç atij të qytetarëve, ka të paktën 3 javë që është arratis. Ermal Beqiri është në Dubai, bashkë me Ergysin, janë në Dubai. Janë tek çunat e Dubait. Ermal Beqiri